Thuaj një postulat që mban mend nga ta. Se ato dy të referohemi mendjeve më të mençura. Po pikërisht pra, italianët na thanë që po qëse nuk angazhojmë vullnetarët, shteti asnjëherë nuk mund të përballojë emergjencat civile. Ajo që e tha Faiku. Por kjo nuk do të thotë që shteti të mos ketë planet në nivel bashkie, në nivel... Por e letrat i kanë ata të gjithë? Jo. Letra Plas kështu? planet të mbështetura me... Jo, mo kam letra tamam. Dhe ndaj dhe kundërshtova kolegun, këtu më fali, vetëm një sekond, dhe thash që faza e parë është planifikimi se duhet ta bëjë shteti, faza e dytë është paralemrimi i hershëm dhe koordinimi pikërisht i institucioneve. Pastaj faza e tretë është operacionalja, që ka të bëjë me menaxhimin. Unë doja vënçe. Dhe operacionale para ndërhyrje operacionale për minimizimin e riskut dhe rikuperimi. Problemi qëndron që dua mesazhin tënd vënçe, nga shemsiu. Formula e artë. Çka ka të thotë shemsiu në këtë situatë? Formula e artë botërore është investoj $1 në parandalim që të kurses 7 në rehabilitim. Qeveria shqiptare është e prirur dje dhe sot tek $7 sepse duhen të përfitojnë edhe nga parat e fatkeqësive. Ato 7 apin 12 biles. Kaprata, vënçja? Kaprata ç'të thot? Kjo është situatë e përsëritur. Unë kur hyra që parë për të ardhur në këtë emision hyra në YouTube dhe kujtoja se po dëgjoja fjalimin e sotëm zotit Rama, në fakt po dëgjoja atë të 11 janarit 2021. Ishte e njëjti fjalim. Me çfarë bëj aty? Ka rënë fatkeqësi tani. Patjetër, aty si ka rënë budalla nëse nuk e di që kjo do ndodhi. Kjo është një çështje që dihet. Kjo është një çështje që dihet. Neve nuk na është përmbytur vetëm Durrësi dhe qyteti fizik ose edhe fshati fizik. Ne na është përmbytur arsimi, kultura, ushtria. Kjo vjen, vënçja kjo është. Kjo vjen pikërisht nga kjo mendësi bolshevike. Në vend të ndërtojmë institucione të cilat funksionojnë ditën kur na duhen, ne do të edukojmë popullin. Se do e mbyll me Azberin? Po, Fai? Kaq. Nga ilo pat gjithë në dorë ato, gjithë edhe studio, ato që dalin studio, edhe ato që dalin protest. Nga ilo pat nga i thasërër, edhe o burra të shpëtojmë veten, se me prit vetëm nga qelli nuk bëhet. Pastaj institucionet kanë përgjegjësitë e tyre, patjetër që duhet marrin masa. Të gjithë qytetarët duhet i binden institucioneve në momentin kur ka rrezik për jetën e tyre, pasi çdo gjë mund të vendoset dhe mund të kthehet përsëri shtëpia, banesa, biznesi, por jeta është më e shenjtë nga të gjitha dhe qytetarët duhet të kenë edhe një gjë në mendjen e tyre, sepse i mbajnë shpesh herë sytë dhe duart nga shteti